Tani jemi për horoskopin e kësaj jave, duke patur parasysh edhe ekuinoksin praveror që sipas Jorgopullës dhe sipas këndvështrimit astrologjik ndodh përgjatë këtyre ditëve, në datën 20 apo jo, mirë erdhi Orgo, javë të mbar, kënaqësi që je këtu në rrezën ton, për folur për panoramën astrologjike të 12 shenjave të zodiakut, e padyshim sa dhe si ndikon ekuinoksi praveror në secilën prej shenjave. Ekuinoksi praveror në fakt zyrtarisht ka shfutur në datën 1. Por në fushën astrologjike është pikërisht tani në datë 20. Datë 20 ku kemi bëjmë me shumë ndikime dhe është në dash, dielli në dash, ku jep mundësi, rëndësi dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë, por meqense dita e ekuinoksit pranverës në thelb hyn në pranverë dhe shënon fillimin, ciklin vjetor të dashit. Dhe hjenis, dhe ka të bëjë shumë, këtë fillim viti do të thot ndryshime, do të thot ndikime, do të thot fillime të reja nëse është mundësia ose mbyllje e çështjes së shkuarës. Kjo ndikon për të gjitha shenjat, por meqense shenjat së dashit kanë ndikim shumë të mirë. Dashit, virgjëreshat, peshqit kanë favorizime, pastaj kemi të bëjmë dhe me shqiptarët e dhjetëçit të tretë, që u jepet i mundësi plus, por të gjithë këta kanë momentin dhe kohën. Është koha e kësaj jave 17-23 ku ka të bëjnë kaq shumë ndikime, kaq shumë stabilizime, duke filluar nga sot, ku jep mundësi dhe rëndësi në fushën e karrierës. Qartë. Pra një fillim astrologjik, fillimi pranverës në këndvështrimin astrologjik, në këto data, duku dita dhe nata kanë përafërsisht të njëjtën vitiri astrologjik që fillon. Kohë zgjatje për shkak të pozicionit të tokës ndaj diellit, ndaj dhe këto ndikime sigurisht do të jenë të furishme dhe fuqishme për secilën shenjë. Duke nisur me dashin që edhe fillon edhe. Viti i ri është me datë 1 janar për shembull. Viti i ri astrologjik është tani me datë 20. Sepse fillon me shenjën e dashit. Fillon me dashin. Edhe e zbërthejmë karakteristikat e kësaj jave për dashin. Dashi në fushën emocionale. Në dashuri do të thotë se formohet një gjashtkëndësh në shenjën e dashit, me afërditën retrograd nga shenja e dashit, me Plutonin në ujor. Ky kënd tregon intensitetin dhe ndryshimin e madh që ka të bëjnë, por në jetën e tyre, juve të dhjetëçit të tretë keni një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me vendimet që mund të merrni, në lidhje me çështjet afatgjat, sepse ka të bëjnë shumë në këtë aspekt, por duket se edhe koha dhe periudha është një periudhë mjaft pozitive për ndryshimin e madh në fushën e dashurisë. Ata që kanë pas një lidhje, një njohje, ktheni në lidhje serioze, është një moment shumë pozitiv. Por mos lejoni që emocionet të pushtojnë ndikimet ato që përqendrohen në vetveten e tyre dhe thonë që unë këtu dhe nuk ndaloj. Por vazhdimësia duket e mbarë dhe është mjaft pozitive. Kurse në çështjet e punës dhe të ekonomisë, duket se ka të bëjnë do durim, sepse durimi është çelësi i suksesit, përsa përket shenjës së dashit dhe në planin financiar është një periudhë që mund të ketë ndryshime për të mirë dhe korrigjime në çështjet e kontratat e vjetra financiare, por le të shmangim disi veprime të nxituara në marrëdhëniet financiare sepse nuk është në të mirën tonë dhe mund të kemi edhe probleme në këtë aspekt. Lojmë tek shenja 2, Demi. Demi. Si shenjë toke që është Demi dhe si mundësi që jepet, edhe pse bin pak në këndvështrimin planetar, jep një mundësi sepse afërdita është në retrograd në shenjën e dashit dhe për juve është gruanatori juaj. Do të thotë që në fushën e dashurisë mund mendoni se mund të shprehni plotësisht ndjenjat tuaja se disa çështje që mbeten të paqarta, megjithatë, prania e afërditës që ka të bëjë shumë dhe ndryshime dhe ndikime të mëdha që lidhen shumë afërditës në dash, por rrit dhe ndjeshmërinë në çështjet që lidhen me diskutimet dhe sinqeritetin, kurse në punë dhe në ekonomi përpiqeni të fokusoni në shtyrën e detyrimeve financiare, por pa bërë lëvizje të nxituara. Në karrierën tuaj ndryshimet që mund të jenë të ngadalta, por të sigurta për të ardhmen, kanë ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Në lidhje me një punë keni pasur një punë përpara juve dhe doni të bëni ndryshime kontratash, është në të mirën tuaj që ju të shikoni pak më thellë këtë gjë, sepse kontratat e vjetra nisin edhe ndryshojnë në farë mënyre disa gjëra të tjera, por gjithsesi kërkohet vëmendje. Binjakët. Për sa përket binjakët si shenja ajri që janë, edhe pse kanë mjaft ndikime me Mërkurin në ndryshimin që kanë bërë në krahun e kundër, por dhe disa gjëra të tjera që mund të kenë, por në fushën e emocioneve, duket se një tension që kanë pasur para disa ditëve, por vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat, sepse rritet me çështje komunikimin lidhe me disa vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë, por gjithashtu është periudha mjaft pozitive dhe e rëndësishme në kohën e duhur, në momentin e duhur. Por megjithatë,
do të kenë shumë kujdes në fushën e dashurisë, sepse një lidhje ose nuk kanë mundësinë për ta zgjidhur gjë të tillë, mund ta shikojnë, ta rishikojnë edhe një herë për gjërat që ata kanë në ekonomi, duket se gjërat mund vonohen në fushën profesionale, por vjen një moment tani që mund të kenë mundësinë e rregullimit, sepse gjatë fundjavës, duke formuar Marsi një trekëndësh me Neptunin, mund të gjejnë zgjidhje në çështjet e punës dhe të ekonomisë. Po. Le të vazhdojmë tani me shenjën pasardhëse. Gaforia? Shkojmë te gaforet, për sa përket gaforet duket se java sjell ngarkesë emocionale për sa përket çështjeve që lidhen me dashurinë, por unë them që kryesisht për shkak të ndikimeve që kanë të bëjnë, por duhet të kushtojmë vëmendje reagimeve dhe marrëdhënieve që kanë të bëjnë nga e kaluara, por vjen një moment tani dhe situata që tashmë kanë kapërcyer për fat mirë, por afërdita duket se e mbulson disi humorin në fushën e dashurisë dhe ky është një moment mjaft i mirë për stabilizimin. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me punën sidomos, profesionalisht kjo javë sjell tension ato që në lidhje me punën do të përshpejtojnë gjërat, se kur kemi diellin në dash, vërtet kjo ndodh, por do të pasur shumë vëmendje. Megjithatë, kjo ka të bëjë shumë lidhje me këndet që bën në Marsin me Neptunin, ose jep një mundësi tjetër për të zhvilluar dhe ndryshuar disa perspektiva të reja që do të kenë, por ju ndihmon shumë të rinisin në planet që ata kanë për biznesin dhe për karrierën. Luani? Për sa përket luanëve, në fushën e dashurisë luanët, në marrëdhëniet personale, mund të ndjehen paksa të izoluar, sepse kanë pasur disa probleme nga të tjerë ose disa çështje që nuk kanë qenë ku duhet për një mijë arsye, por në vend që të reagojnë në mënyrë impulsive, por mirë është që të jenë pak më të kujdesshëm në bisedimet që do të bëjnë. Është mirë që këtë javë më mirë të dëgjojnë se sa të debatojnë. Është të mirën e tyre dhe mundësitë që të jepen luanët gjithmonë kanë ndikimin e mirë në fushën e karrierës së tyre dhe të dashurisë, por gjithsesi në fushën e karrierës, çështjet profesionale, duke se janë shqyrtime sipër për ata që do të bëjnë ose ata që kanë nisma të re, udhëtimet në lidhje me punën e tyre ose disa gjëra të kësaj natyre, duket se kanë bëjnë dhe mundësitë janë në të mira dhe nuk kanë diçka për të shqetësuar, por nëse gabojmë në lidhje me blerje të ndryshme, atëherë mund të rrezikojmë. Kështu që është në mirën e tyre të kenë kujdes. Kalojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha. Në dashuri Virgjëresha në fushën emocionale, marrëdhëniet duket se është mirë, është java e sqarimeve. Dhe kjo bën që nëse kanë të bëjnë me ndikimet të mëdha në problemet që kanë pasur disa keq kuptime, po janë të pashmangshme, por megjithatë ka një mundësi tani që mund ta zgjidhin një gjë të tillë, sepse është e periudha, koha më e mirë e mundshme, por gjithashtu ka të bëjnë një ndikim favorit për sa përket Virgjëreshave, ata që janë në familje ose kërkojnë të rrisin disi familjen e tyre, është koha më ideale dhe më perfekte, sepse perspektivat duket se me ndikimin e diellit, me hënën që do të japi mundësi dhe rëndësi në gjërat e tyre, kurse në punë dhe në ekonomi duket se nga e njëjtja e tutje vëmendja do të jetë e përqendruar tek detyrimet financiare dhe interesat profesionale. Kushtoni vëmendje partneriteteve, pasi vonesat apo konfrontimet nuk janë të mira, janë të vogla, por në fushën e biznesit të karrierës mund të ndikojnë në përparimin e punës ose të gjërave të kësaj natyre, por gjithsesi Virgjëresha din çfarë bëjnë, kështu që nuk është problem. Po. Din çfarë bëjnë. Peshorja. Peshorët duket se në dashuri. Marrëdhëniet veçanërisht në anën të familjes mund të jenë disi të tensionuara për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve që ata kanë, por duket se tani mirë është të ruajnë gjaktësinë sepse është e periudha dhe koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjërat dhe do të gjejnë një zgjidhje, kurse në çështjet që lidhen me anën ekonomike, puna dhe planet biznesi duke se do të jenë në shqyrtim këtë javë, vendimet që merren mund të kenë nevojë për korrigjime për të ardhmen. Ndaj merrni kohën tuaj. Në financa duhet se jeni të kujdesshëm me detyrimet, sepse disa detyrime të prapambetura ose disa çështje problematike që mund keni pasur në fushën në banka, në lidhje me punën se parat pa marra, duket se kjo javë është një javë shumë e mirë për zhvillime dhe ndryshime që mund të kenë dhe është mundësia me artë për sa i përket periudhës ku ndodhin fenomenet, sepse kjo javë ka një ndikim shumë të madh deri në 3 prill të 2025-s, prandaj kërkohet vëmendje dhe kujdes në këtë drejtim. Kalojmë tek Akrepi. Akrepët. Në lidhje me dashurinë, akrepët duket se në jetën e tyre emocionale java sjell disi tension në lidhje që mund të kenë disa çështje në partneritete, marrëdhëniet, por është kohë e mirë për të rimenduar atë që dëshirojnë vërtet në një nivel emocional. Por afërdita do bëj magjinë e saj.
imagjine saj për ndryshimin, sepse edhe pse është në retrograd, në dash, kjo nuk i pengon që të japi një mundësi plus, një ndryshim apo indikim shumë të mirë në këtë fushë, sepse kanë pasur disa probleme të vogla në këtë aspekt akrepët, por në çështje me punën, çështje profesionale, personale në financa kërkojnë një riorganizim dhe strategji të kujdesshme dhe ndikimi i Mërkurit apo ndryshimet të tjera mund sjellin disa vonesa të vogla në marrëveshje apo në shkërime, ndaj planifikojnë lëvizjet tuaj, por me pak durim do t'ja dilin sepse është mundësia dhe momenti i duhur në këtë aspekt. Le të vazhdojmë tani me shigjetarin. Lidhur me dashurinë, në datën 23, dielli formon një kënd me afërditën në retrograd në dash. Mundoni të shmangni bisedat gjatë kësaj jave, pasi kjo nuk është në një periudhë mirë për të zgjidhur çështjet emocionale. Sepse juve të shigetarit keni një indikim duke pasur parasysh shenjat e zjarrit dhe duke pasur parasysh diellin në dash ku juve ndikoheni domosdo, ka një çështje që të palidhurit ose keni pasur problem në këtë aspekt, mundoni ta zgjidhni pikërisht tani sepse është një periudhë e mirë, sidomos të mërkurën dhe të njëjtën. Në lidhje me punën dhe çështje ekonomike, nga ana profesionale, vendimet tuaja mund të kenë nevojë për rishikime sepse ka të bëjnë shumë me përforcimin dhe nevojën riorganizimin gjatë fundjavës, sepse në aspektin Mars-Neptun mund të ofrojë zgjidhje kreative për çështjet profesionale dhe mundësi të reja në rritje ekonomike, edhe pse keni bërë shumë harxime, por këto harxime ju kthehen në fitime, sepse kur bëni investime, nuk diskutohet që mund të përfitoni. Britsjapi. Për sa përket britsjapëve, duket se ndikimi i britsjapit nga pikërisht nga dita e sotme, kjo javë ndikohet për jetën tuaj në nivel personal. Dhe kjo më përballën disa vonesa të vogla, edhe pse keni pasur disa çështje punë ekonomie, por do ta zgjidhni. Ana shpirtërore, në jetën emocionale, duket keni pasur disa paqartësi ose disa prirje që janë vonuar, për shembull, nuk e realizuar për shembull bëj takim të rëndësishëm dhe ka ngel pas dore, por mos u nxitoni për të marrë vendime të mëdha në këtë javë. Ju duhet kohë që mendja juaj e qartë të jetë sa më qartë dhe e kuptueshme për ndjenjat e vërteta. Afërdita sjell një mesazh për sa i përket ajo që ju intereson për të afruar më tepër dhe të keni një mundësi më të mirë në lidhje me çështjat që kanë të bëjnë në këtë fushë, sepse është koha dhe momenti i duhur në lidhje me zhvillimet dhe ndryshimet që ju keni në këto fusha, por britsjapët gjithmonë janë një hapara. Edhe pse në çështjet që ka të bëjnë në lidhje me punën dhe karrierën, duket se ka të bëjnë dhe një ndikim në lidhje me financat, por vëmendje marrëveshjet ose pagesat ka të bëjnë shumë në këtë aspekt, kërkohet pak vëmendje. Le të themi tani diçka për ujorët. Për sa përket ujorët duket se në fushën e dashurisë, emocionet, kjo periudhë mund të nxjerrë sipërfaqe çështje të vjetra. Mos lejoni që e kaluara të ndikojë në marrëdhëniet tuaja. Mbani një ekuilibër në çështjet tuaja emocionale dhe mos nxitoni të mbyllni lidhjet që ju kanë qëndruar pranë, sepse është një periudhë për ju ujorë të dashur, edhe pse jeni shenja ajri, keni bërë shumë, por s'keni marrë asgjë. Vjen një moment tani që duhet kuptoni disa gjëra që janë të paprekshme. Edhe duhet pasur kujdes të rishikoni ku keni gabuar dhe ku kanë gabuar, dhe të flisni ballë për ballë me personin, jo me fjalë të tretëve, sepse këtu prishet disa ekuilibra dhe nuk është në të mirën tuaj. Në lidhje me çështjet e punës dhe të ekonomisë, në biznes, edhe pse disa vonesa të vogla që mund keni, por mirë është që nëse nuk keni të sigurt se keni biseduar, shmangni fillimet e reja, do ishte më mirë, sepse edhe mendon më mirë, por mund mos i thoni që jo nuk e bëj ose nuk e firmos. Mund të thoni ndoshta, është një fjalë mjaft e mirë, për sa i përket asaj çka do të bëni dhe jeni të karikuar për të realizuar atë që ju doni, dhe është periudha juaj, pse jo, mund të arrini atë ku dëshironi. Kurse në çështjet e financave, pikën të menaxhoni shpenzimet me mençuri, dhe jo se kam tani dhe ti prish për gjëra që nuk. Peshqit. Dhe peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit duket se në dashuri në shenjën tuaj është forca e jetës emocionale, mundësitë, rëndësitë, vendimet, ndryshimet, edhe pse kanë pasur disa problematika të ndryshme të vogla, por ja kanë ditë të arrisin qëllimin e tyre, edhe pse një njohje janë shkëputur për një arsye kohe, dhe tani vjen momenti i bashkimit dhe shkojnë deri në altar. Në dashuri, kjo duket se është në lidhje me punën dhe ekonominë, duket se frymëzimi, mundësia, rëndësia kanë në lidhje me punën e tyre, sepse kjo sidomos nga fundjava Marsi me Saturnin dhe Neptunin ndikon në pozitivitet dhe është mundësia dhe momenti më i miri mushëm për të zgjidhur problemet financiare. Dihet që çdo javë ka ato përparësitë e veta në çdo shenjë. Të falenderoj shumë, Jorgo.